Pa ndryqim publik, mbesim edhe hapet, ndoshta bëhet rruga, bëhen lagje të reja shumë mirë, rregull, sa ma shumë banor me pas Kosova, zemra mal mbohet, po me u mungu sendet elementare dhe me ja u vështirësu jetën që këta me shku në Prishtinë, mëre jo vetëm të më shumët ose njerëzit që çdo ditë kanë me shku në punë, po edhe fëmijët e kësaj pjesë këtu me u detyru me ndaj të izolum ndoshta mrenda në shtëpi edhe mos me mujt me pas as linjat autobusit edhe çdo ditë me pas dertin edhe hallin edhe prind edhe të krejt, se ndoshta jo krejt kanë vetura e jo krejt lindim në familje të pasuna që me na end prindrit, duhet me prit një autobus i cili s'vjen. Me dalë të me morë çdo kohë fëmin të përshamë që vjen për Prishtinë për shkolla, apo vllavën, apo djalin, apo prej punës, të një obligim ato do të se mos por s'ka siguri marrë në shtëpi se e hanë qend ka të vinë rrugës. Po, e hanë qend ka të vinë, besëm që është ka pas raste që edhe kanë sulmu qëtë edhe, po tani hiqme mos ka fshohet edhe në atë mënyrën e thjesht, veç që tu të është ballë. Edhe po kërë ndryqimi, të jashtë qenin që bot vjene gjunë me një gurja, me një të shka për shamëll edhe i pështën rëzijet, po qështu, Allah s'po di. Jo mirë, nuk kemi të knasën. Do merim me këtë çështje. Kemi të knasën. Gjithçysh duhet me pru ndriqimin në këtë lagje edhe trafikun që m'ja u lehtësu qytetarëve jetesën. Keni votu, thata, po votën, obligimin e tëne e pas kanë kry për juve, qaj po pagesat atimet krejt s'kan borgje, kështu që hajdeni edhe hidhjani një sy, edhe unë bashkë me Artën edhe me Blerinën kena me i drejtu edhe ankesën tonë edhe një herë, edhe me dërgu deri në fund, edhe shpresoj që sa ma shpejt qysh janë shtru edhe rrugët e tjera, e jënë përmirësu edhe shumë pjesë të banorëve që janë anku të adresa ankesës, ka me rregullu dhe kjo lagje dhe ka me u vendosë ndriqimi publik. E për trotuar nuk e dia a muj me të premtu unë a jo se duhet gogja punë për trotuar. Duhet në fillim. Po të bëhet ndriqimi se atër kur ushtru rruga kanë premtu që trotuari ka me konë qësej pune, po së është dhe bëhet, tash tek që vjen dikush special për trotuare, a dije që e nuk ndodh, po të pak të vjen ndriqimi dhe vjen trafiku. Edhe të na hiqet ploni para dere, para shtëpive, mos kemi na problem me plon, ose mujt me dalë në borët tona me